Në rast se nuk e bëjmë këtë, kështu do të minohet jo vetëm siguria e gjithë Europës dhe vendeve të tjera fqinje, por edhe autoriteti e saj. Europa duhet ja dalë mban për të thelluar, por edhe për të zgjeruar rrjetet e saj të tregtisë botërore dhe të begatisë. Ne nuk duhet t'i jepemi tundimit të proteksionizmit, por duhet kemi partneritete dhe duhet të shmangim mentalitetin me shumatoren zero. Europa duhet ja dalë mban pra për të mbrojtur rendin shumë palësh, duke udhëhequr edhe me anën e paktit për të ardhmen. Duke respektuar marrëveshjen e Parisit për ndryshimet klimatike, duke mbrojtur oqeanet, si një e mirë globale për të gjithë dhe sigurisht duke vazhduar të jetë një shtyllë e fortë e OKB-s dhe mbështetëse OKB-s. Dhe Europa ka për t'ja dalë mban. Unë dëshiroj t'ju them të gjithëve sot që Bashkimi Evropian është gati dhe i gatshëm që të luajë këtë rol të plot në këtë Europë të re, në këtë botë të re, duke punuar nga afër me të gjithë partnerët tanë europian. BE-ja e re do të jetë një partner i besueshëm për integrimin europian, por edhe për bashkëpunimin për energjinë, për sigurinë, për mbrojtjen, për të mbrojtur klimën. Pra, duhet përdorur kjo energji, ky motivim pikërisht për të ardhmen e fëmijëve dhe energjinë e mikut ton Edi Rama që të punojmë së bashku si europian. Faleminderit.